Hey, dear friends, let me jump in with a question today. Have you ever felt like your brain cheated you? In other words, your thoughts, feelings, behaviors lie to you? Because in CBT we have seen this momentum all the time. When your thoughts, feelings, behaviors feel so real and you don't know why, and you keep the why question in your mind all the time to find an elusive reason. The first step toward your recovery is to realize that these are not facts. When you stop treating your thoughts, feelings, behaviors as true, that's where real psychological growth and recovery begins. Now I'm going to translate this into Italian. Oggi avevo una domanda per voi. Avete mai sentito come se il vostro cervello avesse ingannato? In altre parole, come se pensieri, emozioni, comportamenti vi avessero mentito. In CBT noi vediamo questa cosa sempre, perché spesso i pensieri ansiosi sembrano veri, anche quando non lo sono. Il primo passo verso la crescita psicologica è smettere di trattare questi pensieri, emozioni e comportamenti come fatti. E il che inizia vera crescita psicologica. Adesso tradurrò questo in albanese per il mio amici albanesi. Të dashur miqtë e mi, uroj që të jeni mirë dhe kam një pyetje për ju. A jeni ndjerë ndonjëherë sikur truri ju ka tradhtuar? Pra, nëse mendimet, emocionet dhe ndjenjat tuaja kanë gënjur tek ju, sepse në CBT ne e shohim këtë gjithmonë. Është ai momenti kur njerëzit përpiqen që të gjejnë ata arsyen pse ndodh kjo, por nuk e gjejnë, është e vështirë për ta gjetur. Hapi I parë për sa I përket trajtimit është që të kuptojmë që këto nuk janë fakte. Kur ne ndalojmë së trajtuari emocionet, mendimet dhe sjelljet si të vërteta, ky është momenti I parë I rëndësishëm I rritjes tonë dhe mirëqenies psikologjike. Faleminderit. Ciao, ci vediamo presto, see you soon, bye bye.